Shiko, me aq sa kuptuam, nuk ishte shumë e qartë gjëja njërë. Pra ishte një narrativ që fliste më shumë për anën e humanizmit, që patjetër shumë e rëndësishme në këto vendime, në këto ligje, pra. Amnistia ka dhe një aspekt tjetër, që është ai politik. Dhe që është dhe ky jashtëzakonisht i rëndësishëm. Pra momenti kur bëhet, pse bëhet, pra janë të lidhura si ana humane, humanizmi pra dhe politika. Kështu që unë nuk besoj se duhet marrë të shkëputura këto dhe ka nevojë këtu për një analizë të impaktit. Ne nuk duhet të japim këtë mesazhin që të presim amnistin gjithmonë dhe të harrojmë drejtësitë. Pra duhet të jenë të dyja, duhet një drejtësia, është drejtësia më e rëndësishme mendoj unë. Pra nëse ne dështojmë të drejtësia, dështojmë të politikat penale dhe pastaj gjim si zgjidhje amnistinë në 2-3 vjet, siç thotë. Ka një mekanizëm për të nga njerë bëhet është thënë për të çfryrë burgjet, për të liruar vendet të burgje. Po këtu domethënë jemi në një dështim të institucioneve shtetërore, pra. Nëse ne nuk arrim të menaxhojmë, nuk kemi politikat e duhura, po flas këtu jo vetëm të qeverisë, po flas edhe të gjithë sistemit të drejtësisë. Pra kemi një dështim, qoftë në mënyrën se si trajtohen të burgosurit. Pra sa progres kemi bërë ne? Ku jemi me trajtimin dhe me integrimin, se ka dy aspekte dhe dënimi. Pra nëse ne vetëm do dënojmë pafund, do i bëjmë paraburgim. Dhe ndërkohë shoqëria vjen edhe i përsërit sërish veprat penale, pra nuk kemi një reduktim. Atëherë cili është efekti? Po cili është efekti, pikërisht. Dhe nëse këto i bëjmë vetëm për efekte të caktuara, momente të caktuara, që lidhen edhe me situatat politike, atëherë çfarë përfiton shoqëria në këtë mes? Pra analiza duhet të jetë më e gjerë, dhe transparenca duhet të jetë më e madhe, mendoj unë, në këto lloj vendimarrjesh. Që në këtë rast unë nuk po e shikoj. Pra ku është projekt ligji një? Unë tentova ta gjëja, nuk e di, ndoshta po nuk ka projekt ligji është dërguar në Këshillin e Ministrave. Okej, është një draft, por nga ana tjetër duhet parë cilat janë veprat penale, se çfarë mesazhi japim, nëse ne i amnistojmë, i dënojmë, pastaj i amnistojmë, domethënë çfarë efekti ka? Edhe ligji, edhe dënimi pastaj. Ku është efekti? Pra duhem parë me kujdes cilat vepra penale do amnistohen. Zoti Beqiri, problemi është këtu që Ministria e Drejtësisë, domethënë qeveria inicon një amnisti vendosur mbi disa kritere, mbi disa parime që ndërtojnë amnistinë si rregull dhe përgjithsisht nismat të kësaj natyre duhet të jenë edhe objekti i debatit dhe i diskutimit. Pikërisht. Jo thjesht, po sigurisht, jo vetëm me organin e akuzës. Jo vetëm me organin e akuzës, se mund të jetë konsultuar me prokurorin apo me SPAK, por këtu fshirë është me trupin e avokatëve, me institucionet që mbrojnë të drejtat e qytetarit, me avokatin e popullit, me komisione dhe me trupat që merren me të drejtat e njeriut, me të drejtat e burgosurve gjithashtu. Ka shumë e gjerë. Pikërisht. Ngjanë si një merremetim. Nëse do merrim një paralelizëm për ta goditur atë në mënyrën se si e shprehur, në fakt se thot arritje e madhe. Kush është arritja e madhe? Arritje e madhe dhe krenari që po bëjmë amnisti